sikur të hecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Edhe sikur të hecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ky varg është kaq i mrekullueshëm. Ai është kënduar në shumë çaste kur njerëzit po vdisnin dhe i ka ndihmuar gjithnjë duke u ndriçuar luginën e errët. Çdo fjalë në të është një thesar. Edhe sikur të ecja, edhe atëherë kur besimtari është në prag të vdekjes, ai do të ecë qetësisht me Perëndin. Ecje do të thotë përparim pa luhatje i një shpirti i cili e di rrugën e vet, qëllimin e vet, është i vendosur të ndjek shtegun e vet, ndihet i sigurt dhe për këtë arsye është rësisht i qetë dhe i përmbajtur. Ne kalojmë nëpër tunelin e errët të vdekjes dhe dalim në dritën e pavdeksisë. Ne nuk vdesim, por vetëm flem që të zgjohemi në lavdi. Vdekja nuk është shtëpia, por portiku, jo qëllimi, por korridori drejt jetës. Vendin e vdekjes e quan luginën. Stuhia shpërthen në mal, por lugina është vendi i qetësisë dhe kështu shpeshherë ditët e fundit të krishterit janë më të qetat e gjithë jetës së tij. Mali është i zhveshur dhe i shkret, por lugina e pasur me kallim të ardhë dhe shumë shenjtorë kanë korrur me shumë gëzim, ndonse kanë qenë në prag të vdekjes. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Zoti është me ne, në çdo vështirësi, në çdo situata. Në dhjetor të këtij viti, në 6 dhjetor, nëna ime ndroi jetë. Ajo ishte një besimtare e mirë. E kishte pranuar Zotin si shpëtimtaren e saj në moshën 69 vjeçë. Më kujtohet atë natë që po jepte frymën e fundit. Unë po dremisja, pasi kishim ditë që po qëndronin pra saj, dhe më thonë që eja shpejt. Atëherë mora Biblën edhe i citova pikërisht Psalmin 23. Ime më kishte 5 orë që nuk i përgjigja asgjë. Kishte 5 orë që heshte. Dhe në fund fare kur unë po lexoja dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Ajo hapi gojën dhe tha haleluja. Dhe unë thash amen. Edhe jo tha amen. Edhe fryma e fundit u largua. Edhe unë jam i bindur që ndarse ajo u largua, ajo e hyri në shtëpinë e Zotit. Aty ku do të kalonte gjithë ditët e jetës së saj. Aty ku ishte siguria, aty ku ishte paqja, aty ku ishte vendi për të cilin ajo kishte ndërruar gjithmonë. Shtëpia e Zotit. Bariu me siguri po e priste delen e tij. Dhe madje, kjo nuk është lugina e vdekjes, por lugina e hijes së vdekjes, sepse vdekja nuk e ka më fuqinë e saj. I ka mbetur vetëm hija. Dikush ka thënë që kur ka një hije, duhet që diku duhet të ketë edhe dritë, dhe kështu ndodh. Vdekja qëndron në anë të rrugës kryesore ku duhet të kalojmë, dhe drita e qiellit që bie mbi të hedh një hije krahas shtegut ton. Le të gëzohemi pra që kemi një dritë për tej.
Askush s'ja ka frikën një hije, sepse hija nuk mund t'ja zërë rrugën një njeriu, as edhe për një çast. Hija e qenit s'të kafshon dot, as hija e shpatës s'të vre dot. Ne s'na shkatron dot hija e vdekjes, prandaj të mos kemi frikë. Nuk do t'kisha frikë nga asnjë e keqe. Ai nuk do të thotë se nuk do t'ket as pak të keqe, por ai tani ka sigurinë më të lartë dhe e di që Jezusi ja ka larguar çdo të keqe. Por nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe. Sikur madje edhe frika e tij, ajo, hija e vdekjes, ti ishte zhdukur përgjithmonë. Të këqijat më të mëdha të jetës janë ato që nuk ekzistojnë jashtë fantazisë sonë. Në këtë rast, ne nuk do të kishim asnjë hall përveç halleve të vërteta, ne nuk do të kishim as edhe 1/10 e hidhërimeve tona të sotme. Ne ndjejmë 1000 vdekje kur e kemi frikë vetëm njërën, por psalmi ishte shëruar nga sëmundja e të frikësuarit. Nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, as edhe nga veti ligu. Nuk do t'i tremboj armikut më të fortë, do t'a cilësoj si një armik të mundur, një armik i cili ka për të shkatëruar, sepse ti je me mua. Ky është gëzimi i krishterit. Ti je me mua. Fëmia i vogël larg në mes të detit gjatë stuhisë nuk trembet si gjithë pasagjerët e tjerë që ndodhen në bordin e anijes. Sa i fle gjumë në gjirin e nënës, për të mjafton që nëna i qëndron pranë. Edhe për besimtarin duhet që të mjaftoj që ri pranë Krishtit. Ti je me mua. Duke të patur ty, unë kam çdo gjë që mund të dëshiroja sado fort. Kam ngushëllim të përsosur dhe siguri absolute, sepse ti je me mua. Po mendoj për një shoqe të ngushtë të nusës sime. Ajo kishte emrin Keti. Dhe Keti ishte besimtar që pësoj një karambol, një aksident, edhe mjekët i dhanë asaj 2 deri në 10 ditë për të jetuar. Ajo ishte shumë e fortë në besim dhe na jepte të gjithë neve zemër, gjë që nuk e prisnim dot. Mu më kujtohet ditën që ajo ndroi jetë. Prindërit e Ketit ishin aty në dhomë me ta dhe po i lexonin këtë varg. Psalmi 23 vazhdimisht. Edhe asaj derisa e pushoi frymarrja, ju hapën sytë në çastin e fundit dhe ajo shikoi lart. Ndriqoi fytyrën e saj dhe tha: "Ua!" Unë nuk e di se çfarë ka parë në këtë moment, po vetëm di që kur nuk e kam kuptuar më mirë se në këtë çast, vargun që thot: "O vdekje, ku është gjemba jote?" Edhe ne vetë do hecim në luginën e hijes së vdekjes. Vdekja është pjesë e ringjajës. Pa vdekje nuk ka ringjaje. Dhe nëse ne nuk hecim në për luginën e hijes së vdekjes, kemi për të parë dritën e ringjajës. Jeta është e vështirë, por në këto vështirësi ne gjem jetë. Ne gjem ringjajën e Krishtit tonë. Gjem dhe ringjajën e të afërmit tanë, njerëzve që ne duam, vetëm për faktin që ajo është me ne. Shkopi yt dhe thupra jote, me anë të cilave ti qeveris dhe drejton tufën tënde, shenjat e sovranitetit tënd dhe kujdesit tënd të hirshëm, janë ato që më japin zemër. Unë do të besoj që ti mbretëron ende. Thupra e saj do të jetë akoma mbi mua si mbështetja sovrane e shpirtit tënd. Shumë njerëz pretendojnë se marrin shumë ngushëllime prej shpresës se nuk do të vdesin. Sigurisht që disa do të jenë gjallë në kohën kur të vijë Zoti. Por vallë, pas ka kaq shumë dobi në një shpëtim të tillë nga vdekja, aq sa kjo të bëhet synimi i dëshirës së besimtarit? Një njeri i urtë, duke krahasuar të dyja këto mundësi,
mund të preferoj të vdes, sepse ata që nuk vdesin, por do të rrëmbehen bashkë me Zotin në qiell, do të humbasin dhe nuk do të fitojnë. Këta do të humbasin atë shoqërinë reale me Krishtin në varr, të cilën e kanë shenjtorët që vdesin, dhe ne na thuhet qartë se ata nuk kanë për tu paraprir as pak atyre që flenë. Le të jemi të një mendje bashkë me Palin, i cili tha se të vdekurit është fitim, dhe të mendojmë të ikim nga kjo çadër dhe të jemi bashkë me Krishtin, është gjëja më e mirë. Ky psalmi 23 nuk është i vjetëruar, por tingëllon i ëmbël në veshin e besimtarit, njësoj si në kohën e Davidit. Mbaj mend në vitin 1997, në trazirat e mëdha që kaloi Shqipëria, mua mu desh të shkoja në qytetin tim të Tepelenës për të marrë një pasaport. Mirë po ndodhi që rrugët ishin të mbyllura, bandat kishin bllokuar rrugët dhe më zuri nata në Ballsh. Nga të gjitha qytetet ku unë kaloja, ngriheshin plumba si fishek zjarre. Ishte shumë e vështirë të gjeja një makinë për të shkuar në Tepelen, qytetin tim. E kujtoj veten hipur në një Skod, në mes të natës, i vetëm, në një natë dimri, duke shkuar në shtëpinë time, në luginën që përcjell rrugën për në qytetin tim. Dhe edhe pse kisha frikë, se nuk e dija do të shkoja gjallë në shtëpi, Psalmi 23 ishte kënga ime. Psalmi 23 ishte kënga ime. Ishte lutja ime, ishte adhurimi im para Zotit. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, unë nuk do të kisha frikë nga asnjë gjë. Duket që ky psalm nuk është bërë në një çast kur ai ka qenë i lumtur, kur shkrimtari që e ka shkruar këtë gjë ka patur një moment apo një çast të themi gëzimit të thjesht nga diçka e bukur, por ai ka qenë në momente shumë të vështira. Dhe në ato çaste ai thot, edhe sikur unë të eci në një luginë, në një vend ku duket që vdekja është shumë pranë, unë nuk do të kem frikë. Të jetosh çdo çast me frikën e vdekjes është diçka e tmeshme. Por psalmisti ka një gëzim, thot, unë nuk do të kem frikë. Pse? Sepse ti je me mua. Sepse Zoti është me ne. Në këto çaste në Shqipëri jetojmë në një kohë kaosi. Jetojmë në një kohë frike, në një kohë pasigurie kur po shikojmë vendin ton të përballet me sfida nga më të ndryshmet, të cilat godasin dhe jetën e njeriu të thjeshtë. Edhe besimtarët në Shqipëri përballen sidomos të rinj me frikën çfarë do të ndodhë në të ardhmen time. Nuk krahasohet me luginën e hijes së vdekjes, por mund të marrim të njëjtin mësim. Nëse një njeri nuk ishte frikë nga vdekja, sepse Zoti ishte me të, por ne si mund kemi frikë nga e ardhmja këtu në Shqipëri? Përballemi me faktin që kemi një botë aty afër që është më e mirë, në Greqi, apo në Itali, apo në Angli, apo në Amerikë. Por ne jetojmë këtu në Shqipëri me shpresën që Zoti është me ne. Edhe kjo është një arsye pse mua personalisht më ka mbajtur në Shqipëri. Edhe pse shumë të krishterë të tjerë qëndrojnë sot tek kësaj dite në vendin tonë, sepse Zoti është bari unë. Edhe është një bari i mirë. Është një bari që edhe kur unë mendoj që s'kam shpresë, ai nuk më shkënjen.